Ajeti i respektit dhe i dashurisë, ajetul mawadda. Prej dëshmive se ky ajet është i veçantë për 4 personat është një transmetim që e transmeton El Hakim me zinxhir transmetimi të Ebu Hurejrës, i cili thot: i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, shikoi drejt Aliut, Fatimes, Hasanit dhe Hysejnit dhe u tha: kush ju shpall luftë juve, më ka shpallur mua. Kush është në paqe me ju, është edhe me mua. Hakimi ka thënë se ky hadith është i saktë. Hakimi përmend një hadith që dëshmon ato që u thanë. Ai ka dëshmitar Zeid ibn Erkam se profeti i ka thënë Aliut, Fatimes, Hasanit dhe Hysejnit: unë jam në luftë me atë që ju lufton juve dhe në paqe me atë që ju paqton juve. Po ashtu edhe Dhehebiu e përmend këtë hadith në librin e tij. Siç e shikojmë, i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e përmend qartë në këtë hadith se kush është armik me familjen e tij, është armik edhe me të. Kush është i dashur dhe në paqe me familjen e tij, është në paqe dhe i dashur edhe me të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Më poshtë do të kemi mundësinë ta shpjegojmë më gjerë këtë hadith.